Përshëndetje. Po nisim, profesor, me juve, si e pat realisht, si pat listat, kështu një mendim të përgjithshëm, sepse veç e veç pastaj edhe do t'i analizojmë edhe me emra gjithsesi. Mendoj që oferta që e ofruan partitë politike mbrëm, që ishte edhe afati, është brenda asaj të pritshmes, do të thoja, nga ajo që kemi pritur se çka do t'i ofrojnë partitë politike si kandidat të cilët pritet në 4 vitet e ardhshme të jenë zëri qytetarëve, të jenë ata që i bëjnë ligjet për qytetarët, të jenë ata që i bëjnë politikat për qytetarët. Përgjithësi tek gjitha partitë besoj se me ndoshta dallimi mund të jetë në nuanca, është një ofertë e pritshme, jo shumë ndryshime të mëdha nga e kaluara, do thoja, dominojnë kryesisht emrat që kanë qenë edhe më përpara, me disa parti ndoshta ka prurje më shumë se sa në partitë të reja, por përgjithësi e shoh se një vazhdimsi e ofertës që ka qenë edhe më përpara nga partitë politike, janë bukur shumë të krahasueshme, normalisht disa qëndrojnë më mirë, disa jo edhe aq mirë, por si duket të ofertat që po i bëjnë partitë politike janë një lloj përgjigje ndaj kërkesës që kanë qytetarë, si duket qytetarët ende nuk po i dhënë rëndësi të mjaftueshme institucionit më të rëndësishëm në demokraci, siç është kuvendi, dhe mbazë kësaj partitë pastaj edhe nuk po kujdesen shumë që vërtet të ofrojnë njerëz të cilët gjenerojnë besim tek ta, tek partitë dhe mbi të gjitha besim tek kuvendi, demokracia, shteti dhe institucioni, sepse ajo është çështja esenciale në bazë të cilit edhe funksionojnë demokraci. Po. Dhe të shohim listat, profesor Spahiu, po e nisim me listën e lëvizjes vetëvendosje, e cila u publikua mbrëm vonë, si e keni parë realisht? Po, e pritshme, nuk ka ndonjë risi përjashtimisht që aty mungon Arber Vokri, dhe si duket leadershipi i vetëvendosjes nuk kanë nxjerrë mësim nga debakli që ka pësuar në Prishtinë, por në listë nuk ka qenë Arberi i cili ka fituar më shumë të vota kur ka garuar se asamblesë në listën e Prishtinës, dhe nga partia e parë ka dalë në partinë e tretë dhe tani nuk e ka kandiduar as edhe për asamblesë. Kështu që listë të tjerët në listë, më thonë, ishin ata të pritshmet, ata që kanë qenë edhe paraprakisht në listë me ndonjë risi aty çfarë po mendoj që